Aktori kryesor i serialit të njohur turk Sulejmani i Madhërishëm, Halit Ergenç dhe aktoria Meryem Üzerli do të bashkohen përsëri pas 15 vitesh për një projekt të ri filmik me titull Imrozda Bahar, ku të dy do të luajnë rolet kryesore. Ky ribashkim sjell përsëri çiftin që fitoi famë ndërkombëtare me serialin historik të transmetuar nga viti 2011 deri në 2014. Në serial, Ergenç portretizonte Sultan Sulejmanin, ndërsa Üzerli luante Hyrem Sultan, një nga gratë më me ndikim në Pallatin Osman. Seriali ku luajtën edhe aktorë si Okan Yalabık, Nebahat Çere, Selma Ergenç dhe Nur Fetaolu u shndrua në një nga projektet më të suksesshme turke, duke u transmetuar në shumë vende të botës. Ribashkimi i këtij çifti u mundsua nga themeluesi i kompanisë, producenti Sky Films, Emre Oskaj, i cili pas disa përpjekjesh arriti t'i bashkojë aktorët në një projekt të përbashkët. Filmi do të tregojë historinë e dy personave që takohen në ishullin Imroz dhe do të eksplorojë idenë e një pranvere të dytë në jetë, duke pyetur nëse dashuria mund të rikthehet në një fazë të re të jetës. Xhirimet pritet të fillojnë së shpejti, ndërsa platforma e shfaqjes në Turqi ende nuk është konfirmuar. Ky do të jetë bashkëpunimi i parë i Ergenç dhe Üzerli në një film pas serialit historik, që edhe sot vazhdon të tërheqë audiencë ndërkombëtare përmes reprizave dhe platformave të ndryshme.